që kanë bo para kalimin para aso. E dini çfarë fjalën ka thonë? Ktheu këshire vetën televizioni lajmëroi se kemi zonë që ka terrorista. Kemi qenë të rrëthuar me tanke, të cilët kanë qenë në distancë prej 1 metër deri në 2 metër prej neve. Edhe vazhdimisht lëshonin ato ulurimat e tankëve, sikur kur dojnë me pas aksion, me hecë. Në kanë rre, sa që s'po mujmë as në këmbë që. Ju dhe me ngjarjen e ndodhur me 3 shtator 1998. A keni dhënë deklaratë para zyrtarëve policor me datën 15/4/2024? Po. A ju kujtohet se çka keni deklaruar? Prej 3 shtatorit, apo? Veç a ju kujtohet çka keni deklaruar? Tash drejtë me thonë nuk më kujtohet pranë, ndoshta çka kam hongër, po në bazë të asaj që e di, edhe që kam deklaruar është Moj me dhoni për shkrim, Dëshmitar. Po, shkurt. Më kujtohet. A qëndroni por asaj deklarate? Plotësisht. E kam fjalën që nuk muj me pikë me presje me i përkujto, për ndryshe ngjarja ka qenë ngjarje. Kohë gjatë ka kaluar. Dëshmitar. Ku keni jetuar gjatë luftës së fundit në Kosovë? Ku keni jetuar gjatë luftës së fundit në Kosovë? Po gjatë mujt majnë kohën e luftës, si është e fjala, nuk është e fjala vetëm mujnë shtator. Gjatë kohës së luftës. Ato që dalim Shkurt për përshkruajnë, mujnë maj kom qenë Klin, pas bombardimit fshatit tim, jemi detyruar me gjithë familjarët të ikim për shkak pasojave të mundshme nga bombardimi të shtëpive tona. Pastaj kom shku në një fshat afër aty fshati Kuz. Pas ndaljes së granatimeve, nuk kemi pas siguri që të kthehemi prap, kështu që kemi vazhdu të një meki joni në Kosurish. Të nesërmen kemi kalu në Klin, ku kam motrën aty, kam qëndru një kohë, pastaj me bashkëshortën kemi shku të miqtë e mi në fshatin Zaberz, ku kam qëndru parapërsisht 2 ose 3 javë, tash saktësisht nuk kujtohet. Dhe pastaj, pasi kam qenë mjek në shtëpinë e shëndetit në punktin ambulantor në Sverk, popullata më ka thirrë, kam shku me bashkëshortën e mi, aty më vendosën një nip imi dhe kam qëndru deri në ofenzivën e 3 shtatorit 98. Do më thonë kjo është koha deri në ofenzivën. Në fshatin Panërës kemi shku me 3 shtator, në fakt e kemi marrë rrugën për Panërës, pasi që në orët e hershme të mëngjesit ka ndodhur granatimet forta të forcave serbe në fshatin ton, edhe na është dashur që ta lëshojmë fshatin. Rrugës jemi vendos afër një livadhe aty, kemi qëndru pothuajse 8 ditën, kemi vret që dikun parafërsisht ka mes dita ose në orët e pas ditës, forcat serbe kanë fillu mu lëshu dhe kur kanë ardhur te një rrugë që ndahet për Sverk, edhe në anën tjetër që shkon për Panart, e kemi vret që kanë hyrë në fshatin Sverk. Forcat serbe janë kthy nga fshati Sverk. Domthon kanë hyrë në fshatin Sverk. Ne ishim në dilemën apo vinë drejtim tonin, apo po shkojnë për fshatin Sverk. Aty kemi qëndru për pak kohë, dikon prap pas dite kanë fillu disa granatime, edhe ato granatime kanë qenë bukur të forta, sa që një granat bukur afër kerrit tem ka ra. Mbrapa kisha një kerr kuaj me kali kështu, dhe nga frika e kalit, kali me 2 këmbë i ka qitë dhe më thonë mbi kerrit tem. Pati i ka vendos 2 këmbët e para mbi kerr. Pati që nuk ka godit mbi gjamin e pasëm, se me siguri ndonjë fëmijë sa do se ishi lindum ose ishi vdekur. Në orët e mbrëmjes kemi shku për fshatin Rud edhe Panërës. Fshati Rud edhe Panërës janë krejt afër. Më kujtohet që atë natë gjumin e kemi bo në qiellin e hapun, edhe të lagur nga shiu i cili ka ra atë natë. Të nesërmen mëngjes kemi hecë edhe pak. Kemi mbrënjën e Panërt, kanë ardhur disa persona të cilët kanë thënë se po vinë forcat edhe nga ana Malishevës. Krejt popullata që ka qenë është drejtu te një prosk ku rrjedh ujë prej bjeshkës Zatriqit, një prosk aty kemi hyrë krejt popullata në çat. Edhe në pritje se çka po bëhet. Në mëngjesin e datës 4 shtator, dikun mëngjes ka ora 10, kanë hyrë forcat serbe në fshatin Rud. Thonë drejtën dikun një distancë 500 metra, 600 s'kemi qenë më larg. Kanë hyrë në mënyrë sistematike, i kanë kallë të gjitha shtëpiat. Nuk e besoj që dikush i ka prit aty brenda.
prej popullatës është kjo. Dikun ka mes dita nëse nuk më rëvaj, na kanë vendosur një rreth prej të gjithanë, popullata që ka qenë vendosur aty. Neve s'na ka mbetje të gjëve që ti presim në momentin që kanë ardhur, të gjithë popullatën që kanë qenë të moshës 6-17 vjeçare, 18 deri në moshën 60 vjeçare, na kanë thonë që të shkojmë pak më poshtë në një livall. Gratë, fëmijët, pleqt, moshumit e krejt ata, ju kanë thonë që të shkojnë në për shtëpia. Shtëpiat nuk ishin larg, dikon 200-300 metra. Mbetëm na aty, të rrethum për forcave serbe, të gjithë kemi qenë civil, dikur në orët e mbrëmjes, në kanë qu deri te shkolla, e cila gjithashtu është mes fshatit Panart së dhe Rod, nuk e di cëllit fshatit ako në shkollë, po, në kanë dërgu. Kemi qenë dikur një 400-500 veta. Fillimisht në kanë vendosur para shkollës, por një fakt që është interesant që edhe sot e kësaj dite nuk e harroj, kemi qenë të rrethuar me tanke, të cilët kanë qenë në distancë prej 1 metër deri në 2 metër prej neve. Edhe vazhdimisht lëshonin ato ulurimat e tenkëve, sikur kur dojnë me pas aksion, me hecë. Dhe drejtëm ju thonë, na kishim frikën se mos ndonjë prej tyre dhe po hecën mbi turmen e njerëz. Ka qenë ndjenja jona, me thonë reale, në bas situatës që ishte. Në momentin kur na kanë futur brenda në shkollë, në atë moment ne kanë dhënë disa këshilla që mos tenton dikush me ikë, për ndryshe ka me qenë i vrarë, edhe na kanë thonë që edhe nëse keni nevoja fiziologjike, harrëne deri në mëngjes, shohim çka. Na kanë vendosur në disa dhoma, nuk e di saktësisht në sa dhoma, po llogaritën tash një dhomë për shembull 5x5, 100 vetë kemi qenë, edhe qysh kemi mujt me tjetë në një dhomë, plus dhoma tjera. Edhe sa kemi mujt me pushu, me gjithat stres, kur njëri mbi tjetrin kemi pas komte, durte, kemi tjetë që thojmë popull kalakryqas. Natën e kemi kalu me presion të hatashëm psikologjik, çka do të bëhet me neve. Të nesërmen mëngjes, dikon ka ora 10, na kanë urdhënu që të dalim jashtë. Këtë çaj mos, çaj turm që ka qenë. Kur kemi dal jashtë, na kanë detyruar që të vendosim durët mrapa, edhe të ulemi në gjoj, edhe të ulim kokat që të mos shohim. Janë bë disa inqizime, është vrej që është një radio televizion, janë bëdo inqizime. Në fund, kur janë kry këto, na kanë urdhëruar për me hy prapë në dhoma. Më ofruni policë, edhe më tha, ti thanalë këto. Tjertë hytën brenda, u shqetësova pak, pse unë mëna. Fati im ka qenë që mos ta pru një si duket kapiten i ushtrisë, dhe mu ka drejtu, tha, ti çka po pret, tha këto? Tash më kanë thonë, me prit qëto. Hes ta shpejt, tha hin mrena. Unë në vetë vete, jo kështu ju kum falenderu. Po ti shit ju në pozitë tem, çka do të kishit deklaru televizionit në atë moment. Se unë di që aja ka qenë tentativë për televizion. Çka kishit deklaru? Kemi hyrë brenda, me thot drejtën, pak kemi rahatu, nuk kemi ditë se çka është ndodhur. Në dhomën tjetër, e cila një farë mënyre ka qenë ndoshta edhe në aspektin akustik, e mbrojtën e krejt, nuk unë dike se çka është ndodhur. E tash, për të lidhë me këto, mas një kohë, do më thonë mas një ore, dikon ka mes dita, kanë ardhur aty dhe më kanë thonë, doktori mua, thash që unë jam, po dikush prej atyne, tash ka qenë, jo, ma, ushtara, polica, aty që kanë qenë, thash unë jam, hajde tha, kum dalë, në korridor kishte qenë një paramilitar i ulur, i cili e kishte dorën e plagosur. Edhe pak si me një farë urdhni, hajde tha shpejt, tha pastraja, tha plagën, dorën, rregulloja. Do të thonë me një farë urdhni. E dihet që na mjek nuk i kemi për të qef urdhna, që na konsiderojmë si betim të Hipokratit, që çdo kush që ka nevojë për trajtim na i trajtojmë. E kreva punën, hyna prapë brenda. Nuk vonoj shumë, erdh një polic me lehtë njoftimit, tha, filan Festeko, thash po unë jam, tha, hajde ko. Më ka fut në qëtë dhomën ku kanë qenë kolegë tjerë. Një prej tyne, ky që ishte para meje. Ramadan Bocaj, ky që ishte para meje. Në momentin që kum hym rena, unë drejtën më u thonë se kom përjetu shok psikologjik. Për arsye se ato skena që i kum pa, e cilat gati thuja nuk shkon java që më kujtohen ato skena, nuk e li veten bashkë. Kur hym brenda, i shoh të gjithë shokët e mi të grupit që kanë qenë aty, ishin ullur në gjuj kacull, edhe ishin mbështetur, do ishin ullë shtu krejt, edhe ishin mbështetur për murin. Edhe kur ka shoh, as njën kom, ja, që ka u vomërë, se ishte pak
si diçka pa pritur, se s'kishim dëgju, domethënë momentet përpara se është ndodhur diçka e tillë. Ata më kanë thonë, le doktor tha se myt prish na kanë rre, sa që s'po mujmë as në komë që. Ka shumë keq për tyna, nuk isha ai që mujmë i dhon dikuj për shkakun në atë moment. E kum vrejt një bank ka qenë në një qësh, edhe prej ligështisë që e kum pas, kum shku edhe ju mund. S'kom pas forcë më me qëndru në kam. Kom qëndru një 2-3 minuta, ma kanë skeru situatën se s'ka la me gjën, pa i godite, u sheshin edhe hematomet, lëndimet e gjak e kreta tu. Mas disa minuta, ka hy një paramilitar nder. Mu ka drejtu, tha, ti tha, pse e ullë, tha aty. Shmu qa mi thonë që nga të merrimi, jo mu ullë, po e thash, se dhja zvet njërë spontane, njërë refleksive unë ashtu. Do të vim, tha, pas pak, tha, do të rregullojmë, do të kryjmë punë edhe me ty. Ash hajde koftë, ka ndodhë me të në tjerë, nuk ka që di nësë ndodhë me mu. Nuk e shku një 10 minuta, unë u qova në kam, nuk u gjofta mo sepse me dhu shansë dikuj për një diçka të vogël, me rana të opozitat palakmushme, për me përdor forcë ndaj me. Mase 10 minuta për afërsisht, ka hy inspektori i klinës, emnin nuk ja di, është i shkurt, pak si shnosh ka qenë, po nuk ja di emnin. Filloj pak me bërtit, njoni prej atyne, që kom vje keq që edhe s'është i përfshin këtë listën e dëshmitarve, një Morina për momentin në seta në shata. Morina në bjemnin e ka. Tha më falë, tha zotëri inspektor, tha ka mundësi diçka, po e lu drejtu pak me tego. Hajde, çka ki? Ai ka thonë shkurt të shqip. Tha zotëri inspektor. Kur se harroj ato fjallë, edhe 200 vjet me pas jetë ato fjallë nuk e harroj. Le që na rre, e na prut në qitë gjendje që shjem, po edhe orën ma mu, një orë të shtrejt e kish pas. Pa e filloj pak u tërbu, qysh ta kush ta ka morë, pse ta ka morë, po shka diju në pse, ka ju e dini ma mirë. Ka dalaj prej dhome pak, i shqetsu më dhaj, nuk e di, ka shkuat jemi bisedu, pse, qysh teksi, nuk e di. Anë pritje tash se qka po bohet, mas një gjysore që ashtu, kanë hynja 50 dhe, edhe në kanë urdhnu me dal para shkollës. Ata me nxeu qunë, sinqerisht për thamë, me nxeu qunë. Për mu që shu përzi, po una nuk e di. Dullim jashtë dhe na thanë, Ruse gaboni, sikur gjithmonë që i kemi pas ato këshillat, ai që tenton me ik, jeni të vramë. Na kanë mbështet për muri, në 14 nëse s'gabojt grupi që kemi qenë aty, ka qenë një mbështetje kështu me kokë për muri e me durë mrapa. Mrapa nuk i kemi ditë se çka po bëhet. Ata pak me armë kanë bën aso skena sikur që jem ti u përgatit eventualisht për me gjujt neve. Lem kujtohet një fjalë ky parapraku që ke, doktor tha po hallavshtisëm se po mdo këtë puna jon u kry. Unë ju kom drejtu, thash presim edhe pak se ai nën thash i sheh gjanat më mirë se sa na poshtë se jem. Kemi prit edhe pak, e kemi pa që s'ka gjujtje. Për një moment na kanë thonë, thenu përpara. Jemi kthy përpara, edhe na kanë urdhnu. Domethënë çush kemi qenë me shpinë ka ata, tash jemi kthy ka ata. Edhe na kanë thonë një nga një me hy brenda në kombi. Kemi hyp gjithë, na kanë dhënë ato këshillat si zakonisht nëse tentoni. Kemi shku ka Llapçeva. Llapçevë kemi pa numër të madh paramilitarëve. Mirë që drejtëm ju thonë nuk gëzojshim as me provoku veten, duke i shiqur. Kemi shku rrugës të poshtë deri në asfalti që është Gjakov Klin. Na nuk e dishim, na kanë dërgu në Klin para stacionit policisë. Aty kemi qëndruar rreth 1 orë, por në rrethona tërësisht jo njerëzore. Pse? Në automjet kemi qëndru, temperatura ka qenë 35 gradë Celsius, kemi qenë djersitën, sa që besën djerës prej hunën a kanë shku t'i pik jo që këshim piju. Në orët e pas ditës në kanë tërgu për pej, edhe aty jemi para burgos. Ata që i kanë dalë gratë në të mikë nga bura, çfarë uniformash kanë pas? Kryesisht kanë qenë të policisë, ka pas edhe uniforma para ushtarake, domethënë kanë qenë para ushtarak, bile qak 2 vetë prej tyne, pak ma poshtë në kanë dërgu në një livall. Me aty livallin në shkollë. Të shkolla, po, qashtë. Kush nga forcat policore apo ushtarake nuk ka shoqëruar? Policia apo ushtria deri në shkollë? Vazhdimisht kanë qenë kombinuar. Të 3 formacionet kanë qenë. Ushtari me policë nuk është njëjtë. Me paramilitar nuk është njëjtë. Aty ka pas numër të madh. Gjatë këtij rrugtimi prej livallit deri te shkolla. A është përdor dhunë? Da li se koristilo nasilje na doma? Jush, si grup. Kao grupa? Unë nuk kom vrejt që është përdor dhunë, qatë moment. Mirë po një tërgova,
Veç kjo po më intereson, pej livallit deri te shkolla. Që kjo distancë, kur ju kanë dërgu, a u përdor dhunë? Da li se koristilo nasilje? Ndaj grupit, ndaj ju. Ka qenë kolona bukur e gjatë. Do më thonë për më shku dhe atje. Në pjesën ku kom qenë une, Se kolona ka qenë nuk kom brejt. Prej këtyne që kanë qenë grupë me mu, po të gjithë ta që i keni ftu për dëshmitarë. Svi ovi koji su... Ramadan Bocaj, Ramadan Goshi, Ramadan Goshi, edhe një Ramadan Ramadan Bacaj, Ramadan Bocaj, Ramadan kanë Goshi. qenë grup me këto. Po. Kër i kanë qurë kolonën. Ahmet Zenuni, Bajram Berisha, Indjeri, cili është vranë burgun e Dubrovës. Pastaj ka posë atje, po drejtëm i thonë duhet me kujtu kush kanë qenë atje. 14 vete di që kemi qenë komplet. Çfarë kushtesh? Ka pas ushqim, ujë, Po çfarë ushqimi se kemi po një 30 e sa orë. Ushtet katastrofal. Edhe atë natë në burgun e Pejës ka pos. Katastrofal. Tek nesërmen mëngjes kur na ka orë mëngjesi. Në burgun e Pejës. Bashkëndasit e juaj që kanë qenë, apo ata që kanë qenë në grup me ju, kanë qenë kushte shtira, shëndetësore. Teškim uslovima. A ju ka dhënë mundësia edhe atyne t'ju japni ndihmë mjekësore, përveç atij ushtarit apo policit. Da i njima Dhe nëse jo, pse? A ju kanë Jo. dhënë dikush? Aty brenda absolut kërkuar. Osim to paronika. Shmu ka dhonë mundësia që ti ndihmoj. Kur kemi qenë taj livove që e tash, një djali cili u lirua, për shkak se kishte probleme shëndetësore, u shtangit mas 50 metra, u koqit, u shtangit, konvulzione, kështu që i qujnë. Ata murnun me shku mja dhun ndihmen. Dërsa në shkollë e pa mundën, kanë qenë rrethona shumë kësia, për arsye se, këtë detalj s'kom qare pa të regu, 2 paramilitarë më kanë përcjell deri te ai djali që është shtangit, edhe tash i shqetësum, si u largun pak, thash të vendosin një kontakt me tash. Juri që shpo reagojnë. Edhe për pys njonin, e pyta thash, a doni me na mbajt ton natën këtu? Që të pyti ja u kom parashtru. O shumë interesant çfarë përgjigje kom marrë. 2 paramilitarë të cilët sipas gjitha gjasave nuk ishin të regionit ku na kemi jetu. Njoni prej tyne nuk ka fol, po vetëm më ka bo me gesht, më ka bo Bosta saj e kun kujtu, e kun kuptu që origjinën e tyre. Sa keni qëndru në shkollë, kohën e Panosit? Prej asaj nate, Që ndru në shkollën e Panocit. deri të nesërmen ka ora Do sutradan. 2-3 kur na kanë çuar për klinë. Dëshmitarët një plot, Po të, që ka Panosit? e cila është bardhë zë, formatot A4, Koja je u formatu Kompletisht. A4. Faqen e dytë dhe faqen e tretë. kompletisht, foto Konkretnie numër 23. Orba i 2. Çka i kujtojnë këto dy foto? Sada që šta vas podsjećaju ove dvije Është që e di që unë e përshkrova që kanë bo para kalimin para aso. Kjo është ajo ditë që To unë je e taj përshkujta dan koji sam se opisao, forcat armatose sërbe ka bërë para kalim, para neve, su prolazili Edhe në bromje, inspektori që më ka marrë në pyetje në burg, e dini çfarë fjalë më ka thonë? Ktheu këshire vetë në televizioni lajmëroi se kemi zonë që ka terrorista. Shpitare, a ju kujtohet ndonjëri nga këta policë që kanë marrë pjesë? Kad neki od ovih policajaca Kesh trajtim, ketë rështim? Unë kom deklaru edhe aty se ju thash edhe përpara se na po thuj se gjithë kemi qenë të detyruar që ta marrim kokën poshtë edhe durët prapa, të që nuk muj me siguri me thonë se ky është ky. As na u ka dhonë shpjegim momentin që jemi arrestu, as momentin që kemi mrrin pej, as kur na kanë transferu në Lipjan, as kur na kanë transferu në Dubrovë. Kur nuk kemi ditë ku për na transferojnë, ku për na qojnë. Që nga momenti kur ju kanë arrestuar në Kolon, a mund t'i zbjegoni gjykatës përafërsisht sa persona ju kanë përcjell dhe çfarë uniformash kanë pas? Çfarë rreshtim për me qenë të shkolla? Të shkolla. Të shkolla se qështu se duhet me qenë pak më precizën për shkrim, kanë qenë të kombinuar. Unë ju thash, ka pas edhe polic, ka pas edhe ushtar, po paramilitarët kanë qenë pak në një rreth. Sa përafërsisht? Qata që ju kanë përcjell juve në Kolon? Që ata që na kanë përcjell neve kanë qenë mjaft. Sa përafërsisht? Nuk muj me thonë. Nuk muj më shpreh, hajde ndoshta kanë qenë janë 20-30 vetë, deri në 50 vetë. Jo, po nuk muj, po mendoj që ai rrethi Mislim taj krug. i njerëzve që i kanë përcjell,
Jo, sa ka pas për rre. A e keni vrejtën ndonjoni në Ramadan goshin, në Ramadan bacën, dëshmitarëve ose dëmtuve nëse janë në gjykatë këto? A kanë qenë kolon në kia, i pasat? Ata në kolon kanë qenë, po nuk jam gjendje me përcaktu tash mas 27 vjetës se në qëfar distance kemi qenë. A kanë qenë ata në kolon? Kanë qenë kolon. Prej asaj kolonën na kanë ndohë. Distancë kemi qenë 14 veta sa dhe në mes veti. kemi vazhdu ma të tja. A kanë qenë prezent edhe në shkollë, gjatë vrasjes aty qenë? Ata vazhdimisht janë rru, kanë orë tjerë, kështu që na nuk kemi mujt me bo perceptimin, edhe prej frikës njerëz nuk kanë guxoft me i kthyer në sy. Një gardian burgun e Dubrovës më ka thonë kështu: mua dhe çka ishim, vetëm këpuste juaja keni drejt me i shiqo. Pe pjesëmarrëse mas 27 vite u shkogja problem me identifiku dhe me rujt figurën e dikuj. Qa kum identifiku, kanë qenë 2 inspektorë të klinës aty, vetëm gjatë biseda me këta pjesëtarë të grupit. Unë asen ja se di i kahit është. As nuk e një, as nuk e kam para. Jo, nuk e një. Po, sa veç për kësë zërbajtëse. S'po di pe i kahit është. S'ko qysh me një. E kom dëgju gatin qatë kohë që një vit e gjys 2 vite. Ka kush e ke dëgjuar? Od kada ste čuli? Grup, kur kemi bisedu, na shihemi nga një herë krejt. Kujtohet me ka çka ka thonë. Kush Po, kryesisht që ato që gjosat janë me qenë, që të fjallë. Unë e për veti o thash, unë e veç për veti, muj me konë për tjetër konë. ka thonë se me qenë pjesëmarrës edhe kë. Por unë për veti Ali ja za sebe... nuk Gjyqtarë, nëse ka mundësi një fjallë përfundimtare, nuk jem të mojtë fjallim politika diçka, nuk duhet knaqemi vetëm me keqardhje për rastin që ka ndodhur, por kryesit të cilët kanë bërë këto vepra duhet përgjigjen para gjykatës. Unë nuk kam tjetër çka më thonë, vetëm se është e poenta aty se a knaqet personi me një keqardhje, se shpreh keqardhje që i ka ndodhur. Normalisht jo. E ka qenë një ngjarje të mërshme, ngjarje që edhe sot e kësaj dite ka lënë pasoja mendjet tona. Mi 17. 30 u ovo 15. Ne.